Plotësimi i procesverbalit të mbylljes së votimit është një nga momentet themelore të punës së Komisionit të Qendrës së Votimit. Plotësimi i saktë i procesverbalit të mbylljes së votimit është shumë i rëndësishëm. Ai njihet ndryshe edhe si procesverbali KQZ 0008. Në këtë video do t'ju tregojmë rastet e plotësimit dhe mënyrën se si administrohet ky dokumentacion. Në këtë procesverbal, Komisioni i Qendrës së Votimit duhet të plotësojë me radhë rubrikat e kërkuara. Të dhënat që duhet të plotësohen kanë të bëjnë me numrin e zgjedhësve të identifikuar elektronikisht, numrin e zgjedhësve të identifikuar elektronikisht të ndarë sipas gjinisë, numrin e zgjedhësve të identifikuar elektronikisht pa gjurmë të gishtërinjve, numrin e rasteve të veçanta të identifikimit të zgjedhësve. Procesverbali për mbylljen e votimit plotësohet pasi Komisioni i Qendrës së Votimit merr vendim për mbylljen e votimit, duke urdhëruar operatorin teknik të mbyllë identifikimin elektronik të zgjedhjeve. Menjëherë pasi operatori teknik i Qendrës së Votimit ka mbyllur procesin e identifikimit elektronik të zgjedhësve në qendrën e votimit, pajisja PEI prodhon raportin e mbylljes. Ky raport përmban të dhëna, disa prej të cilave i nevojiten Komisionit të Qendrës së Votimit për plotësimin e procesverbalit KQZ 0008. Në këtë video do të shikoni 3 situata të plotësimit të procesverbalit të mbylljes së votimit. Në rastin kur procesi i votimit është kryer tërësisht nëpërmjet identifikimit të pajisjes PEI, Komisioni i Qendrës së Votimit plotëson rubrikat e procesverbalit si vijon. Numri i zgjedhësve që kanë votuar. Ky numër gjendet në raportin e mbylljes së printuar nga pajisja PEI. Numri i zgjedhësve gram merret nga raporti i mbylljes së prodhuar nga pajisja PEI. Numri i plotë i fletëve të votimit të Qendrës së Votimit të marrë në dorëzim. Komisioni i Qendrës së Votimit këtë shifër e merr nga procesverbali model KQZ 0005. Numri i fletëve të votimit të papërdorura. Kjo shifër del nga numërimi fizik që kryhet për fletët që Komisioni i Votimit nuk i ka përdorur. Kryetari i komisionit deklaron me zë të lartë shifrën. Ky numër shënohet në këtë procesverbal dhe në librin e protokollit të mbledhjeve. Numri i fletëve të votimit të dëmtuara. Kjo shifër del nga numërimi fizik që kryhet për fletët që Komisioni i Qendrës së Votimit i ka vlerësuar të dëmtuara. Kryetari i KQV-s deklaron me zë të lartë shifrën. Ky numër shënohet në këtë procesverbal dhe në librin e protokollit të mbledhjeve. Në rastin kur procesi i votimit nuk është kryer tërësisht nëpërmjet identifikimit elektronik të pajisjes PEI, Komisioni i Qendrës së Votimit në këtë rast plotëson rubrikat e procesverbalit si vijon. Numri i zgjedhësve që kanë votuar. Komisioni numëron fillimisht vërtetimet e identifikimit elektronik të zgjedhësve të administruara nga kryetari i Komisionit të Qendrës së Votimit. Shifra mbahet shënim në librin e protokollit të mbledhjeve ose në një fletë të zakonshme. Më pas, KQV në listën e zgjedhësve shënon nënshkrimet e zgjedhësve dhe shifrën e mban shënim në fletën e zakonshme. Gjithashtu, KQV numëron nënshkrimet e zgjedhësve në regjistrin e posaçëm të zgjedhësve, nëse ky është i plotësuar pas vendimit për të hyjuar procesin pa PEI. Mblidhen të dy shifrat dhe shumatori i tyre vendoset në procesverbal. Numri i zgjedhësve gra merret nga vërtetimet e identifikimit elektronik të zgjedhësve, si dhe nga lista e zgjedhësve të nënshkruar prej tyre. Numri i plotë i fletëve të votimit të Qendrës së Votimit të marrë në dorëzim. Komisioni i Qendrës së Votimit këtë shifër e merr nga procesverbali KQZ 0005. Numri i fletëve të votimit të papërdorura. Kjo shifër del nga numërimi fizik që kryhet për fletët që Komisioni i Qendrës së Votimit nuk i ka përdorur. Kryetari i KQV-s deklaron me zë të lartë shifrën. Ky numër shënohet në këtë procesverbal dhe në librin e protokollit të mbledhjeve. Numri i fletëve të votimit të dëmtuara. Kjo shifër del nga numërimi fizik që kryhet për fletët që Komisioni i Qendrës së Votimit i ka vlerësuar të dëmtuara. Kryetari i KQV-s deklaron me zë të lartë shifrën. Ky numër shënohet në këtë procesverbal dhe në librin e protokollit të mbledhjeve. Në rastin kur procesi i votimit është kryer me listën fizike të zgjedhësve pa PEI, Komisioni i Qendrës së Votimit plotëson rubrikat e procesverbalit si vijon. Numri i zgjedhësve që kanë votuar. Ky numër gjendet nga numërimi i nënshkrimeve në listën e zgjedhësve, si dhe nga numërimi i nënshkrimeve në regjistrin e posaçëm.
Këto shifra mblidhen dhe totali shënohet në proces verbal. Numri i zgjedhësve gra merret nga numërimi i nënshkrimeve gra në listën e zgjedhësve, si dhe nga numërimi i nënshkrimeve gra në regjistrin e posaçëm. Numri i plot i fletëve të votimit të qendrës së votimit të marrë në dorëzim. Komisioni këtë shifër e merr nga proces verbali KQZ 0005. Numri i fletëve të votimit të papërdorura. Kjo shifër del nga numri fizik që kryhet për fletët që komisioni nuk i ka përdorur. Kryetari i komisionit deklaron me zë të lartë shifrën. Ky numër shënohet në këtë proces verbal dhe në librin e protokollit të mbledhjeve. Numri i fletëve të votimit të dëmtuara. Kjo shifër del nga numri fizik që kryhet për fletët që komisioni i ka vlerësuar të dëmtuara. Kryetari i KQV-s deklaron me zë të lartë shifrën. Ky numër shënohet në këtë proces verbal dhe në librin e protokollit të mbledhjeve. Në të gjitha rastet, pasi ka plotësuar rubrikat e mësipërme të proces verbalit, KQV plotëson në këtë proces verbal edhe kodin e sigurisë së vulës së 5, me të cilën mbyllet kutia e votimit. Gjithashtu, kryetari lexon me zë të lartë 4 kodet e sigurisë, me të cilat do të mbyllet kutia e materialeve zgjedhore. Sekretari, pasi konfirmon, e plotëson atë në proces verbal dhe në librin e protokollit të mbledhjeve. Mbasi keni shënuar këto kode, proces verbali nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e pranishëm. Kryetari e nënshkruan dhe e vulos proces verbalin me vulën e tij. Sekretari e nënshkruan dhe vulos me vulën e KQV-s. Fleta e parë origjinale e proces verbalit KQZ 0008 futet nga sekretari në zarfin përkatës. Zarfi me proces verbalin e mbylljes së votimit futet në kutinë e votimit nga sekretari. Më pas, sekretari e mbyll atë me kodin e 5 që komisioni ka parazgjedhur. Një kopje e këtij proces verbali futet në kutinë e materialeve zgjedhore dhe një kopje dorëzohet dorazi në KZAZ. Çdo vëzhgues mund të marrë kopje të njësuara me firmën e sekretarit dhe kryetarit të komisionit të qendrës së votimit.